Me 56 vota për, 52 kundër dhe 4 abstenime, ka dështu krijimi i qeverisë së Republikës së Kosovës me mandatar Albin Kurtin. Proceset në vazhdim janë presidenta konsultohet me partitë politike përfshirë vendosin për një mandatar të ri me 90 ditëve përndryshe jo më larg se 45 ditë që në vendin në zgjedhje nëse s'ka një mandatar të ri. A do t'i shfrytëzoj presidenta të gjitha 10 ditët apo qysh sot do të kemi datën e zgjedhjeve? A duhet vendi të shkojë në zgjedhje apo është gabim strategjik i cilës do parti votimi? Qysh e shihni ju personalisht dhe nëse shkojmë në zgjedhje, kush do të jetë ai që do të humbë më shumti dhe kush do të jetë ai që do të përfitojë më shumti nga këto zgjedhje të parashkoshme, edhe pse normal nuk e njeh kushtetuta të jashtëzakonshme, është lirë me thonë të jashtëzakonshme, se me që pa pas qeveri fare shkojmë prapë në zgjedhje.